veprimit, janë këto që po i bën sot. A je befasu prej krejt shikueshmërisë, se ke shikueshmëri të jashtëzakonshme? Shumë. Shumë, edhe njëjtën kohë jam befasu që edhe moshat në të 30-at, edhe 40-at, e 50-at po përcjellin, se për një e kom ditë që kom e pas audiencë, se i du shumë edhe faktikisht e bëj për ta, edhe kur ka ardhur dhe që ajo pjesa e demografisë, për mu ka qenë alama përmbushse, për shkak se e kom prek edhe pjesë të jetës kur ata kanë jetu. Edhe për mu është shumë e rëndësishme që i pëlqen mënyra se si e kom portretizu, sidomos vitet e 90-a jeta paralele. Në Kurres është edhe një video e shkurt për mbledhjen e videos së gjatë. Kom dëgju shumë shpesh kur thonë që ma mirë nuk po flasim për atë kohë, sepse nuk po ilustrohet se qysh ka qenë me të vërtetë, kështu që unë jam anti-qasaj. Nuk kom dasht me dalje, me thonë nëse ju nuk falni, unë kom e folë. Në mënyrë që rinia me kuptu se janë shumë të umt për ato informata. Edhe rrjedhimisht po ashtu dhe ata i kanë qenë zemrën, e kanë qenë edhe gojen, po tregojnë. Kështu që e shoh si efekt shumë pozitiv edhe shumë injose. A ka historian që janë profesor që të kanë shkruar ose që të kanë thonë uj me qaf material